Begatia tjetër vëzër është shiu, apo uji. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Ne nga uji krijojmë çdo gjë të gjatë. Nuk ka gjallësi, nuk ka insekt në tokë, fytyrë tokës, edhe njerëz, edhe insekte, edhe bijë, edhe shtaz, edhe çka ka fytyrë tokës ka nevojë për ujë. Nëse nuk ka ujë, aty nuk ka jetesë. Nëse nuk ka ujë, se prej ujit, nëse don pastërti me ujë, nëse don me ushëru me ujë, nëse don me majt vetën tanë pastër dhe mirë, duhet me ujë. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pru një shembull neve. Ka thënë nëse një lum kalon pranë shtëpisë së dikujt, edhe ai person lahet 5 herë në ditë, a kishte mbet në një ndërtësi tek ai person? Ka thënë jo, ja Rasulullah, nuk kishte mbet. Ka thënë po ashtu do me thënë, ai i cili merr abdes 5 herë në ditë, pastrohet do me thënë prej mëkateve. Pra, uji leje që ta jetë gjani, jeton, mirë po dhe të pastron prej gjunaheve. Pse? Dur që ke prej, kam që ke ecë, vesh që ke dëgju, sy që ke pa e kështu me radhë, do me thënë pastron prej gjunaheve. Pra, uji është një sen që e bën njeriu të jeton. Uji është dhuratë e Allahut Azza wa Jalla. Edhe për këtë vëzër besimtar mos ja bëjmë na gajlen se a do të ketë ujë, a nuk do të ketë ujë. Kërkoni falje te Allahu Azza wa Jalla, Allahu e zbret shiun. Kërkoni falje te Allahu Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla ta siguron ujin. Mirë po sot njerëzit, edhe shkencëtarët, edhe të tjerë, e kanë gajlen e ujit, po paksohet uji. Allahu Azza wa Jalla, kur e ka kriju njeriu, e ka ditë se ka nevojë për ujë. Kur i ka kriju shtazët, shtezët, insektet, kur i ka kriju krejt, ka nevojë për ujë. Edhe Allahu Azza wa Jalla zbret sipas nevojës. Sa ka nevojë njerëzit, as do me thënë zbret Allahu Azza wa Jalla ujin. Po të kishte me met tek njerëzit, vallahi njerëzit s'kishin dhënë. Ne shumë herë kemi pa, do me thënë edhe ma herët, para luftës, do me thënë kur kam pas, kur e kam punu tokën bujqit, ndërsa kam bë telashe për punën e ujit vaditjes. Mirë po Allahu Azza wa Jalla nuk po bën problem. Allahu pi jep ujë edhe atij që po i bën mëkat, edhe atij që po adhuron Allahun Azza wa Jalla. Pse kjo është drejtësia e Allahut Azza wa Jalla. Mirë po pastaj do të jep llogaritë Allah